Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I fali dhe ndihmë kërkojmë. Musliman të nderuar, do të flasim për shtëpinë e muslimanit, për shtëpinë e besimtarit në kohë pandemisë, në kohë smundjes dhe në Ramazan. Kur muslimani rrin më së shumti në shtëpi? Kur I obligohet, kur e ka të patjetërsueshme, a kur don ai vet? Jam I sigurt që secili prej nesh kis pas dëshirë me shëtit, me dale, me shkue, me ece, këtë në rregulla. Mirë po, shtëpia e ka dobinë e vet. Shtëpia e ka mirësinë e vet. Allahu xhaleshanu e ka përmend Kur'an dhe thot: "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Pasha Allahun. Allahu xhaleshanu u ka bërë shtëpitë tuaja vend banim. Allahu xhaleshanu I ka bërë shtëpitë juaja vend banim. Dhe me një vend ku banohet, ku jetohet, me siguri se duhet të ketë rregulla. Se çka veprojmë në atë shtëpi, shembull shkollat ka rregulla, stadioni ka rregulla, rrugët kanë rregulla, edhe shtëpit I kanë rregullat e veta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ose ka thonë: shpëtimi I njeriut gjatë kohës së fitnes, gjatë kohës së sprovave, tash jemi në sprov. Oni lloj fitne, jemi në sprov të madhe, është të ri në shtëpinë e vet. Kështu ka thonë Muhamedi alayhis salam. Secili prej nesh, kur ballafaqohet me fitne, kur ballafaqohet me sprov, sprovat janë të lloj-llojshme. Shpëtimi I tij është të rinë në shtëpinë e vet. Ta është fjalët që I ka thonë feja islame në lidhje me këta probleme, me këta sprova, po I përmendin, po I citojnë gazetat më prestigjioze në botë, kryeministrat e shumë vendeve, ministrat e kryetarët e shumë vendeve, atë thonjën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që në atë vendet që ka ndodhur pandemia, nëse je aty, mos ik nga ai vend. Mos ik. Edhe nëse je I sëmur, mos ik nga vendi ku je sëmur, por dhe është ndaluar me shku me një vend që ka smundje, ka pandemi. Do më thonë tash edhe ki hadithi që po I përmendi, shpëtimi njeriut gjatë fitnes, gjatë sprovave, është të ri në shtëpinë e vet. Edhe këtë ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër dhe motra, çfarë përgjegjësie kanë prindërit brenda shtëpisë së tyre, bashkë me fëmijët e tyre? Kanë obligim të madh. Edukimi I fëmijëve. Kur kemi kohë më shumë ne mi eduku fëmijët e tonë dhe me ndejt me fëmijët e tonë? Tash, kur ka një problem bota, apo para 3-4 muajve, vallaj tash. Tash, ma shumë kohë kemi. Jo që ndoshta ne dëshirojmë, nuk na lanë me dalë. Ama duhet me dëshiru. Dhe përmenda dhe një ders të kaluar. Para 40 viteve, kështu sigur jemi duke jetu ka qenë jeta. Përmendoj prindërit e tonë, e gjishrit e tonë që kanë jetu në për fshatra. A kanë pas kohë ata me shku në për stadiona? A kanë pas kohë ata me shku në për kafe? A kanë pas kohë ata me shku me ecë, me shëtit? Ja, nuk kanë pas kohë. Ato janë ngritë mëngjes, e kanë falë sabajnë, edhe kanë shku deri në mbrëmje në tokë në kanë punu. Edhe kur kanë ardhur shtëpia, në shtëpi, me siguri ndoshta shumë pak kohë se të lodhur shumë, kanë hangë darkë, ndoshta I kanë falë namazet dhe kanë më fletë. Njësoj nesër. Ne o habitëm pas kësaj dunjaje, I haru shtëpitë e tona.
i harun bashortet e tona, i harun fëmijët e ton, e harun farefisin ton. Krejt i harun. Ja nisëm me thonë, nuk jemi në shtëpi, nuk jemi në shtëpi. Po ku je? Në kafe, në kafe, në kafe, në kafe, në kafe, në kafe. Hajde ti në kafe tash. Hajde. Nuk mundush. Pa dhe me dash me dal, ku, s'ka. Do më thonë, mirë po, këta e bëjmë me dëshirë, e bëjmë nga zori. Nga zori e kemi. Se nesër mu qelë, këta që thamë, nuk në nëzen. E ku mbetën shtëpit e tona? Pse i kemi rregullu shtëpit e tona? Pse kemi investu në shtëpit e tona? Pse i kemi ble ato makinat ato që bëjnë kafe në shtëpit e tona? Nuk jam kundra kafeve. Në tjenë kundra qajtoreve, në tjenë. Mirë po, a e kemi shfridzu shtëpinë tonë sikur që është rregulli, sikur që na ka hije. Jo. A i kemi duku fëmijët e tonë. A kemi ndetë me fëmijët e tonë. A i kemi folë fëmijëve tonë. Jo. Allahu Đeleshanu në Kur'an thot, ja ayyuhal ladhina amanu, o ju që keni besuar. Qu anfusakum, ruajnja vetën. Wa ahlikum nara, edhe familjet e juaja nga zjarri i xhehenemit. E si ruhet vetvetja dhe familja? Duke u shkatru, apo duke u konsultu dhe duke u mësu? Duke u konsultu, duke u mësu. Ata që nuk e di, unë jam hoqë në xhaminë e Uhudit në Dijan, mirë po jam edhe në arsim. Fatkeqësia është nxënësi kur të vjen i pa përgatitur. Është problem, është mërzi. Ama kush e bën atë? Nuk e bën nxënësi, e bën prindi. Jo me thirr arsimtarin telefon për ditë. Djali jem, me nota. Nuk thamë edhe arsimtarët janë sebeb, ndoshta edhe një herë. Shkak. Mirë po shumicën e rasteve fajt i kanë jo arsimtarët, prindërit. Se arsimtari e ka një orë. Unë e kam atë landën time, edhe një orë e s'qarej. Edhe pastaj ma të zënë si nuk shifëm. Jap detyra, mundohem të spjegojat unë edhe ai arsimtari tjetri, e pastaj i dërgojmë fëmijë dhe opim detyra shtëpije. Edhe fëmiju shkon prej ora 1 deri nesër në mëngjes, nuk rri me mu, si arsimtar, rri me prindin e vetë, me babën dhe nanën. Edhe tash paramendohet nesër, ai fëmijë, ai nxënës vjen në shkollë i pa përgatitur. Vjen te hoxha me andru dersin i pa përgatitur. Shkon në kursin e gjuhës angleze i pa përgatitur. Kush e ka fajin? E ka fajin prindi që ende nuk e ka kuptuar se çka do të thonë shtëpia. Ende nuk e ka kuptuar çka do të thonë familja. E dini kur ka me kuptu? Kur ta humbe edhe familjen, edhe shtëpinë. Edhe si e mendojmë në këtë çështje? Del pak shifi ata që nuk kanë shtëpi. Shumë leto shembull me dal shteti me thonë, rrinë për shtëpitë e juaja, rrinë për shtëpitë e juaja. Ministri e hoxha e profesori arsimtari, sot cili thot, rrinë, ku mendojt? Ata që nuk kanë. Që kemi mirë, kemi nga një dhamë. Ai që nuk ka, ai që është refugjat. Paramendojnë ne çfarë shtëpijat mira kemi. Dikush me 3 dhomëshe, dikush 5 dhomëshe, dikush 10 dhomëshe. Edhe kemi frikë me shku në për shtëpit tonë. Nuk rrim në për shtëpit tonë. Na hanë diçka në për mendejt në për shtëpit tonë. Vetëm të ikim, vetëm se dalim. Kur e kupton njeriu begatin, Allahu Xheleshanu që quhet shtëpi, kur e humb. Inshallah Allahu nuk na bën të mundshme me mbet për shtëpia. Inshallah Allahu secili njeri në botë që nuk ka shtëpi, ja mundson ta ketë një shtëpi, një kulm mbi kokë. Disa dietar, shumica e dietarëve në këtë rast thonë muslimani ka për obligim të mëson familjes
së vetë farefisit, vetë veprat që Allahu Gjeleshanu i ka obligu dhe veprat dhe punë që Allahu Gjeleshanu i ka ndalu. Cili për ne si prind i të banë familjen e vetë, në fillim fëmijët e vetë, edhe ju thotë që kjo e lejuar edhe kjo është ndaluar. Cili prind i thotë fëmijës e vetë kjo është obligim, kjo çështje është obligim edhe kjo është haram ndaluar. Shumë rallë. A secili prind e ka obligim, e ka borç me të bu fëmijët e vetë, me të bu pastaj më gjërësisht familjen e ngushtë, familjen e gjerë, me është spjegu halalin dhe haramin, ose të lejuarën dhe të ndaluarën. Aliu radiallahu anhu thot, mësoni dhe edukoni antarët e familjes së juaj. Në dëshëm vëllezër, ku ti mësojmë dhe të edukojmë antarët e familjes? Po në për shtëpitë tona. Që tash që di muaj shohim çfarë hajri ka me ndejt në për shtëpi. Vallahi. Po edhe unë kam qenë ai që kam shku në kafe. Edhe shumë të ri tjerë. Ka ardhur dikush misafir se në ka gjetë në shtëpi. Në ka thirrë telefon, në u ka imponu. Ka një gënesh, një ishtër e vogël, se kush e len shoqërinë tash e futballin e me shku misafir pas ka ardhur dikush. Të mirat e shtëpisë nuk i kemi realizu sa duhet. Në besimi në shtëpitë tona. A mungon. A adhurojmë Allahun Gjeleshanu për shtëpitë tona. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, mathalul bayti alladhi, thot shembulli i shtëpisë në të cilën yudhkarullah fi, përmendet Allahu Gjeleshanu, edhe shtëpia në të cilën nuk përmendet Allahu Gjeleshanu, ose kurse i gjalli më të vdekur. I gjalli më të vdekur në kanë dallim, as kanë dallim. Kanë dallim edhe 100%. Pse? Po kjo i gjallë, ki ka vdek. Edhe shtëpia në të cilën përmendet Allahu, edhe shtëpia në të cilën nuk përmendet Allahu, a nise, nuk janë nise. Sot shumë shtëpi fatkeqësisht të muslimanu ju ndjojnë varrezave. As namaz, as përmendja Allahut, as gjë. Vetëm varreza nuk falet namazi. Varreza e ndalume me ron sejtë, se varreza ka, vora ka. Ama në shtëpi, jo rasisht djetartë kanë të regu që Muhamedi Islam sunetin e ka falë në shtëpinë e vetë. Por e sahabët i kanë falë sunetin shumicën e rasteve në shtëpinë e vetë. Bëjnë në shtëpitë e juaja vend adhurimi, vend mësimi, vend studimi, ajo vetëm vend ku humbet koha. Allahu Gjeleshanu në Kur'an thot, wa auhajna ila Musa wa akhih, ne i azbritëm Musës a.s. dhe vllaut ti, Harunit. Wa anta bawa li qaumikuma bi Misra, Musa dhe Harun ka jetu në Egjipt, bujutën waj'alu, do më thonë në shtëpitë e juaja, edhe bëni shtëpitë waj'alu bujutakum qibla, edhe bëni shtëpitë e juaja qible. Wa aqimu s-salah wa bashshiril mu'minin, dhe falni namazin, edhe përgëzoni besimtarët, përgëzoni muslimanët. Në më thonë, prej kohën e Musës, a.s. Allahu Gjeleshanu i ka folë Musës, i ka folë Harunit, thot, spjegonja popullit, se shtëpitë e juaj janë kible, janë vende ku falet namazi, dhe janë vende ku përgëzohen muslimanët. Të ndeshëm xhamati respektuar, e keni dëgju Merjemen, nanën e Isaut a.s. Nanën e Isaut a.s. Merjemen e ka pas në mbikëqyrje Zekeria, pejgamberi Zekeria a.s. Ai thot në përmet ajetit që Allahu Gjeleshanu, në përmet fjalëve të Allahu Gjeleshanu të regon, thot, kullema dekhala alejha Zekeria al-mihraba
se në herë që ka hi Zekeriaj në mihrab, wajada indaha rizqa, ka gjetë ajo rizq, ka gjetë lloj ushqime, se Meriemja ka ndejt dhe ka jetu në mihrab, në xhami. Të ndërshë vëllezër, xhamia është shtëpia Allahu subhanahu wa taala. Mirë po Allahu xhaleshana ka bënë të mundshme Meriemës mi pas të mirat të mihrabi. Edhe neve na ka bënë të mundshme Allahu xhaleshana mi pas të mirat edhe në xhami, mirë po në shtëpitë tona. E pse mos ta shfrytëzojmë kohën, posaçërisht këtë kohë kur nuk punohet. Shumicën e firmave, shumicën e ministrive, ku e di, nuk punohet. Ma shumë pushim kemi sa punë. Hajtë ta shfrytëzojmë edhe të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala, edhe të afrohemi te Allahu subhanahu wa taala, mirë po edhe të afrohemi me fëmijët e tonë, me familjet e tona. Edhe të lutim Allahun dhe të falenderojmë Allahun për të mirën e madhe që quhet shtëpi. A mos harrojmë ta falenderojmë Allahun xhaleshanu për secilat të mira, një nga një, për secil nimet të mirë, një nga një, ta falenderojmë Allahun sepse Allahu në Kur'an thot, nëse më falenderoni ja ushtoj të mira. Inshallah Allahu na udhëzon dhe të gjithë së bashku në xhenet na çon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.